Një aksident me pasojë vdekjen e një personi është regjistruar në fshatin Torovic në Lezhë. Sipas të dhënave paraprake, viktima ishte duke lëvizur me një mjet bujqësor, kur dyshohet se ka humbur kontrollin dhe është zënë poshtë. Për shkak të plagëve të marra, ai ka ndorruar jetë në vend ngjarje. Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 18 në fshatin Torovic, shtetasi Det Marku, 63 vjeç, duke drejtuar një mjet bujqësor në një pirësi pranë banesës së tij, dyshohet se aksidentalisht ka humbur kontrollin mbi mjetin, i cili është përmbysur dhe ka zënë poshtë. Si pasojë e dëmtimeve të marra, 63 vjeçari ka humbur jetën në vend ngjarje. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ngjarja është aksidentale. Grupi hetimor vjon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.